gafat e Silvinjos, do t'jetë gaf po e la Muçin jashtë? Është një gaf që nuk besoj se do e bëj, nuk e besoj që do e bëj. Sigurisht që Muçi do jetë i ftuar në ekipin kombëtar. Arsyeja për cilën unë e kam trajtuar këtë temë dhe e trajtoj edhe sot, nuk ka asnjë lloj problemi, nuk është se pres që po erdhi Muçi ne do fitojmë, nuk varet nga kjo. Trajneri i ekipit kombëtar duhet jetë i barabartë në sjellje me lojtarët. Po këto zërat që ndikojnë menaxherët, i beson? Dua t'i besoj, përderisa s'kam provë, nuk e ngatroj. Prandaj thash edhe në fillim të emisionit, po marr rastin më të mirë, ky s'merr vesh, ky s'kupton. Ky nuk di. Se po folëm për më tepër, pastaj janë të bërat me qëllim, çështje menaxherës to, po nuk i kam dëgjuar, nuk besoj që është deri në atë, se po qesa është e vërtet edhe kjo pastaj është. Se dhe mund duhet e frikshme kjo nëse është e vërtet. Është neveri. Po nëse ndërshim deri te kombëtarja deri në atë pikë, nëse menaxheri të bën formacionin dhe lojtarët të sjellësh e frikshme. Është neveri. Në fakt disa hije të vërtetash të vogla janë. Jo rastësisht është sugjeruar nga një menaxher, jo rastësisht menaxheri trajnerit është edhe i disa lojtarëve, jo rastësisht janë gjithë miqtë e një personi, se është pak problem kjo, po s'du t'i hyj asaj. Kur një trajner e merr ekipin dhe afron një pikë të fortë që doli më e mira që ishte Asani te kualifikimet. Po pra, po është domethënë që trajneri ka gjetur ty një lojtar. Ka gjetur individin, jo lojën. Në këtë ka gjetur individin. Patjetër prapa është dora e trajnerit që gjeti individin, a është dorë që gjeti Juli Shehu. Trajneri ba përgjithësi për 11, jo për 1. Ta shpjegoj. Mourinho gjeti një skem që ishte autobusi para porte dhe me atë fitoi Champions në Porto. Ne gjetëm një skem që është një lojtar që çon topin Porto dhe bën gol. Pra, rezultati i fundit është fitore. Shiko pak. Ne nuk është se kemi marrë ndeshjet sepse kemi vënë ato buzin. Ne po them që çdo trajner është shpik diçka. Ka qenë më shumë ju kishte ik ato buzit tjerëve se sa. Edhe që është ato buzit. Polonia ishte dobët, Çekia ishte dobët, Serbia dobët. Nuk duhet më hojmë asgjë nga suksesi, nuk duhet jemi në një listë për këtë punë, sepse mbi bazë të aftësive të çunave, ama aftësitë e çunave. Po Serbia këtë vit ishte më e dobta ndër vite. As do jetë më kaq. Faleminderit. Polonia fusha kualifikuese ishte dobët. Çekin ti poshtë atëre me it kuq se sa ishin barabart po vush. A janë gjithë ekipet që po të mundnin do thonë që okay, kombëtarë mirë, po të mundnin këto ekipe. Prapë do e pranoja. Jo, në niveli jon vlla, Çeki Poloni duhet të niveli jon. Dhe na rafën në Ligë Kombeve, do shtuam Ligë Kombeve. Ti humeni detyruar ta pranosh, nuk është çështje që janë kombëtarë të nivelit të dobët që thua. Nuk janë. Po as ti nuk je më kombëtar e nivelit do. Nuk e ditë që polakët janë edhe pak nacionalist më shumë sene. Shumë më tepër sene. Kanë huliganët, nuk kanë tifozë, kanë grupime tjetër niveli. Kanë grupime tjetër niveli, se kanë klube që luajnë, kanë edhe tradit, kanë klube që luajnë Kupat e Evropës për shumë gjatë, edhe kanë një traditë të bërit tifozëri. Ndër këto kanë dhe pjesën e keqe që kanë edhe masa huliganë shumë të fuqishëm brenda tifozërisë. Dhe unë për qenë i kujdesshëm pa për panik as pak. Po duke qenë i kujdesshëm nuk është fush me lule ndeshja me Polonin edhe në aspektin e stadiumit. Se marr parasysh që do ketë tifozëri të gërshetuar. Se shqiptarët do bëjnë përpjekje te tribuna polake. Uroj që mos blejnë te pasportave, ku janë tifozërit agresive, sepse situatat janë nga më të ndryshmet. Aq më tepër që polakët e kanë tradit të shkuarit në stadium të ngarkuar edhe me alkool. Kemi 2 lojtarë shumë të mirë, dhe në formë shumë të mirë për fat mirë të Zotit, po ti nuk i përshtat dot. Ke Muçin dhe këtë Mehmetin. 2 lojtarë në formë, 2 lojtarë që nuk kanë qenë thirrur kohët e fundit. Kanë dhe cilësi që ekipi jonë kombëtar vuan shumë. Këta janë lojtarë që të krijojnë nepërsi numerike, janë lojtarë që të lënë pas shpinë. Me i driblim, me i lëvizje të fitojnë nepërsi numerike. Ti ke kraun më problematike, kraun e djathtë për eliminatorët. Se kraun e majta e thotë kam trafik dhe kam shumë lojtarë. Eliminatorët e dytë arrihesh që e ke problem. Pse nuk u stabilizove dot as me Hysajn, as me
Balliun. Ky se bëri performancat mira të eliminator. Edhe për një fakt tjetër, se ky është lojtar që hyn shumë mirë nga mrena Hasani. E nderoi Zoti 3 herë, ka dhuntia të goditjen, por nuk do merret Zoti gjithkohën me ne. Duhet të vraposh këtu. Duhet të mbulosh, duhet krijosh situata, duhet ndihmosh ekipin. Ky besoi Hasanit dhe është përbleu, po është përbleu me gola rastësor. Tash nuk I ka bë Roberto Carlos 3 goditje 3 gola nga 35 metra. Po që se më thoni kjo bëhet me punë, domethënë s'merr moment. Aty pranojmë që është mrekullia, e ka dhunti, por ti luan me një lojtar mangut. Gjithë ndeshjen në skemat tuaja të lojës jemi një lojtar mangut, sepse kur do luajmë me Italinë diskutoja me këta shokët, kolegët me që ishim gjithë bashkë, ishte Hysen Zmiani, Sokol Kushta, një brezi, edhe kur vetëm që e çoja në mend që do luaj Hasani, majtas ata kishin I mbrojtës Bastoni të lejon ta triplosh, të lejon ta kalosh edhe 10 metra para, prap vjen para kalon të merr topin të edhe te pista. Çfarë do I bësh ti? Nuk janë kushte që varen nga ti. Në cilësi të tilla, o duhet jesh Maradona me atë fizik, që të lush nivele të larta, po flasim, ose për ndryshe. Broja nuk është futbollist, se këto I marrin vesh këta që janë marrë me futbollin shumë. Nuk është futbollist që e ka freskinë fizike ta marrë topin që dhe 16 që ajon, shkojë deri këtu dhe tjetë edhe I qartë dhe I kthjellët. Broja është futbollisti 30 metrave të fundit për qenë I kthjellët në finalizim. Po duat më thuash diçka, që kur të mbaroj ndeshja, kthehen prapë te ky podcast si thon kishte drejt Ilir Alliu që ata këtë. Nuk e uroj. Dua krejt tjetër gjë. Po kam përshtypjen se ky do e ndërtoj lojën në atë formë që të ketë edhe sikur të eliminohet, të ketë gojë për të kërkuar kontratë. Dhe ti thua me non kontratë pas ndeshjes. Po sigurisht. Në mënyrë absolute po. Dhe as mos I kërko më tepër se s'ka pse ta bën. Tjerat janë hipokrizi, pastaj pasaporт lushnje, ndurrës, librazh, to janë. Mi jam dhe ka lushnje. E ke patriot po. Çfarë do I thoje se jam duke pyetur gjithë ata që na vinë. Çfarë do I thoje çunave diçka po ti kishe pikërisht para ndeshje, ti kishe të gjithë para, çfarë do I thoje? Një motivim apo një mesazh që do jepi? Nuk ka nevojë, do ju thoja luni, shijojeni, bëjeni sepse kjo është ndeshje shumë e ngarkuar psikologjikisht dhe nëse ti e ngarkon merr rezultat në gabuar. Ata duhen riekuilibruar, duhen majt larg trysnisë, larg presionit. Tashmë e kanë eksperiencën e dur edhe drejtuesit edhe trajneri e ka, nuk është se ka. Ose sa e vën punë, mi zot.